Çrregullimet mendore tek fëmijët në një pjesë të konsiderueshme të rasteve nuk pranohen nga prindërit. Duke mos pranuar këtë fakt, prindërit integrojnë fëmijët në kopshte e shkolla me moshatarët e tyre, por kjo sjell përkeqësim të shëndetit, pasi çdo fëmijë që ndodhet në fazën e parë të një çrregullimi mendor duhet të trajtohet në qendra të specializuara, çka do të sillte dhe shërim të plotë të këtij fëmije. Shëndeti mendor nuk është thjesht një sëmundje apo mungesë e sëmundjes apo e paaftësisë. Shëndeti mendor përfshin në vetvete si çrregullime psikologjike, sociale, ashtu edhe fizike. Por më shumë në ditët e sotme për shëndetin mendor, i mëshojnë faktit të socializimit të njerëzve, se sa socializimi dhe shoqëria midisi social ndikon në shëndetin mendor. Sot është vërtet kaos që nuk kuptohet siç është shëndeti mendor, megjithatë të kesh një problem të shëndetit mendor, nuk është asgjë, madje një person me një sëmundje mendore mund të funksionojë në mënyrë të plotë dhe të bëjë një jetë të shëndetshme si të gjithë njerëzit e tjerë, po të marrë trajtimin e duhur dhe në kohën e duhur. Është mjaft e vërtet që stigmatizimi dhe diskriminimi bën të vetën, megjithatë është e rëndësishme sidomos për fëmijët e moshës shkollore, ose fëmijët nga 0 deri në 18 vjeç, mbështetja dhe përkraja edhe nga familja, midisi social, ngrohtësia, rritja e vetvlerësimit dhe mbështetja pozitive. Prindër nuk e pranojnë që fëmia e tyre nuk e quajnë të vonuar mendërisht. Nuk e pranojnë absolutisht. Po, ata pavarësisht mund të vazhdojnë kurimin, ndoshta jo këtu brenda Firit, mund ta çojnë, prindi e bën të vetën në qytete të tjera apo ndoshta në Tiranë, marrin trajtime, por nuk pranojnë absolutisht të heqin fëmijën nga kopshti dhe ta çojnë në një qendër të specializuar për trajtimin e fëmijës së tyre. Nëse fëmia zbulohet në hapat e para të një çrregullimi mendor dhe merr trajtimin e duhur, ai mund të ketë shërim të plotë dhe të jetë si gjithë të tjerët. Por ngurimi i prindërve për të pranuar këtë fakt çon në përkeqësimin e mëtejshëm të shëndetit mendor të fëmijës. Disa nga faktorët që ndikojnë në shëndetin mendor të fëmijës janë marrëdhëniet në familje, mënyra e prindërimit, kultura e shkollës, faktorët socialë si varfëria dhe krimet.